jeton dhe nuk e përjeton patriotizmi dhe nuk e kupton se sa e rëndësishme është që ne ti kujtojmë ata të cilët na e sollën lirinë dhe të kujtosh një burr të madh si Skënderbeu, pastaj është edhe krenari, është edhe simbol, është edhe jetëgjatësi. Edhe në kontekstin kur arrin ta kujtosh në formën më të mirë, flas në bagazh, në risjedhje të gjithë atij, apo themi kontributit të jashtëzakonshëm. Sogol, teksa të shoh, nuk e di më kujtohet një poezi e Drejtoroa Gollit, Poçari. Çfarë ke aty pas teje, se shoh që janë disa element, po themi identifikues. Po, këtu kemi UÇK-n, kemi autoktonësin tonë të Ismail Mërinjes, të Ballistit, kemi një shqiponjë e qëndisur me dorë enkas për 100 vjetorin e Shqipërisë, këtu kemi e flamuntën, por edhe biblioteka ime është biblioteka, për thuash, koleksioni më i pasur në botën shqiptare, që të gjithë të librat të përkasin në kombit shqiptare, kanë shkruar të shqiptarët në latinisht, në osmanlisht, në persisht, në arabisht, në shqipen e përpashme dhe shqipen e soshme, dhe të gjitha këto na bëjnë të ndihemi edhe më krenar të paktën ne që jemi për jashtë, sepse ata që e duan vatanin sa më shumë në fakt janë atje mrena, por që më kështu kanë qenë fatet e jetës, ne jemi për jashtë, apo dhe ne jemi degët, jemi krahet e Shqiponjës, që të gjithë së bashku duhet ta forcojmë atë dheun tonë, pa dallime, pa dallime feje, pa dallime krahina, pa dallime në asnjë lloj mënyre të jemi bashkë, dhe sidomos diasporën, shteti i am, pra Tirana jonë, gjithashtu edhe Prishtina, por sidomos shteti i am do të jetë pak më e interesuar për shqiptarët. Normalisht unë flas për shqiptarët e Turqisë, por gjithashtu edhe për shqiptarët në të gjithë botën, sepse për 100 vite shteti i am shumë pak është interesuar për shqiptarët jashtë, ndoshta ka qenë historia, ka sebepe të ndryshme, por tashmë sidomos siç e tha dhe profesoresha, është koha media sociale, ku këtu me të vërtet duhet të përgatisim, duhet të afrojmë sidomos atë breza që nuk kanë lindur në Shqipëri. Në Turqi është diaspora shumë e vjetër, kemi 150 vjet diasporë, por sidomos në Greqi, në Europë, por edhe në Turqi duhet të afrojmë sa më shumë që me të vërtet dhe qoftë një ditë në vit që festohet si ditëlindja e një personit, përsëri atë dashuria, përsëri malli për atë dheun, duhet t'ja lëm amanet edhe brezave të tjerë, dhe ne diaspora e re, pra që kemi ikur pas 90-s, mundohemi, por kërkojmë nga shteti am, pra nga Tirana zyrtare, që të bëjnë edhe më shumë për fëmijët tanë, për një patdëmbesa tanë në të gjithë botën. Mirë, do të kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish së bashku, edhe mos më mërzit,